Edhe më pak se një muaj në ndan nga zbatimi i plot i sistemit qyteti i sigurt, autoritetet e Ministrisë për Punë të Brendshme aktualisht janë duke punuar në miratimin e disa akteve ligjore dhe në përditësimin e sistemit me të dhëna të sakta, ndërkohë që po vendosen edhe kamerat të tjera të sigurisë për gjatë korridoreve 8 dhe 10. Këto kamera sipas autoriteteve të MPB-s së shpejti do të vihen në funksion për fazën e testimit, ndërsa pas përfundimit të testimit dhe miratimit të akteve ligjore, më një shkurt do të fillojë zbatimi plot i sistemit qyteti i sigurt në të gjithë territorin e vendit, bëjnë të ditur nga Ministria për Punë të Brendshme. Aktualisht, sistemi qyteti i sigurt funksionon në territorin e qytetit të Shkupit, ndërsa së shpejti planifikohet aktivizimi i tij dhe në Kumanov dhe Tetov. Pajisjet tashmë janë të vendosura edhe në korridoret 8 dhe 10 dhe në çdo moment pritet të fillojë detektimi i shkeljeve në trafik dhe atje. Gjatë vitit 2026 është paraparë që sistemi të fillojë të funksionojë në të gjithë territorin e shtetit. Tani ndodhemi në një periudhë testuese gjatë së cilës qytetarët marrin vetëm paralajmërim për shkeljen e trafikut të kryer. Është paraparë që nga data 1 shkurt 2026 sistemi të funksionojë plotësisht dhe të fillojë sankcionimi i qytetarëve që kryejnë shkelje të evidentuara nga kamerat, deklaroi zëvendësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Goce Andrevski. Periudha e deritanishme testimit të sistemit qyteti i sigurt ka treguar rezultate të shkëlqyera. Sipas autoriteteve, qytetarët nga dita në ditë kanë përmirësuar sjelljen dhe mënyrën e vozitjes në rrugët e vendit, duke u treguar më të përgjegjshëm dhe duke respektuar rregullat e komunikacionit. Gjatë zbatimit të këtij sistemi, parashihet të ketë një tolerancë të vogël të shpejtësisë, por kjo tolerancë do të vlejë vetëm për tejkalime minimale dhe nuk do të përjashtojë përgjegjësinë penale apo administrative për shkeljet që mund të shkaktojnë rrezik në komunikacion. Përfaqësuesit e MPB-s vlerësojnë se përmes këtij sistemi do të rritet siguria e qytetarëve në komunikacion dhe do të ulet ndjeshëm numri i aksidenteve të rënda në trafik me pasoja fatale. Sipas statistikave botërore, kur një automjet lëviz me shpejtësi prej 60 km/h, shanset për mbijetesë të një personi të aksidentuar janë minimale. Nga 10 persona, mesatarisht mbijetojnë vetëm 2, ndërkaq ku shpejtësia e automjetit është 30 km/h. Në raste të tilla mund të mbijetojnë deri në 8 persona të aksidentuar në trafik.